So është e drejtë ndarja e buxhetit mes komunave, profesor? Këtu në Kosovë nuk kemi një ndarje të drejtë të komunave të buxhetit nëpër komuna. Atë që e potencova më herët është ajo simpatia nga partitë politike që janë në pushtet, dhe natyrisht që ato, siç kemi pa edhe në këto zgjedhjet e fundit, të cilat nuk po mund të hyjmë në detaje për shkak ditës zgjedhje, po edhe në këto zgjedhjet e fundit natyrisht që kemi preorientime paraprake nga partitë pushtet që të favorizojnë partitë, respektivisht politikat e atyre komunave në këto projekte kapitale dhe në realizimin e tyre që mendojnë që prapë do të fitojnë këto pushtetet lokale, ose që në mënyrë indirekte si them e orientojnë elektoratin që të votojnë nëse dëshirojnë komunat e tyre të kenë punë të mirë me buxhet, atëherë do duhet të votonin partitë ekzistuese. Kështu që mendoj se kjo nuk është një ndarje e drejtë, nuk është një ndarje reale, sepse parametrat të cilat janë edhe ligjor që qeveria e Republikës Kosovës i zbaton dhe i projekton në parametrat për ndarjen e buxhetit nëpër komuna nuk është duke i realizuar vetvetivu, kështu që kemi shmangje edhe mos realizim. Këto na dëshmon edhe reagimet që vjen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, ata të cilët monitorojnë përcjelljen dhe organizata të ndryshme jo qeveritare që përcjellin buxhetin edhe realizimin e tyre nëpër komune, por kemi edhe nga zyra auditimit e Kosovës, e cila i monitoron dhe i vëzhgon, respektivisht bën se them monitorime substanciale për çdo